Në një takim të organizuar në pikën turistike të Zogajt në Shkodër, përfaqësues të institucioneve vendore dhe qendrore diskutuan përgatitjet për sezonin turistik. Një nga temat më të theksuara në këtë takim ishte menaxhimi i trafikut në qytetin e Shkodrës, që gjatë muajve të verës përjeton një fluks të lartë vizitorësh. Përveç trafikut, shqetësim mbetet edhe ndotja akustike dhe papastërtia në plazhe, çështje që ndikojnë drejt për drejt në përvojën e turistëve dhe reputacionin e zonës. Një pikë nxehtë është pastërtia, kusht i domosdoshëm në plazhe. Jo vetëm në plazhet detare, por në të gjithë sipërfaqen e qarkut të Shkodrës nuk duhet të ekzistojë asnjë pikë inertesh, plera, pa pastërti, të derdhura jashtë kazaneve. Në fjalën e tij, Bujar Shpendi nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit deklaroi se ndarja e hapësirave të plazhit do të bëhet vetëm për strukturat akomoduese të certifikuara nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit. Ai theksoi se kjo është një përpjekje për të rritur standardin dhe për të shmangur kaosin që ka shoqëruar sezonet e mëparshme. Në një hark kohor, numri i aplikimeve për Bashkinë Shkodër për të pajisur me stacion plazhi ka qenë diku te 133, miratuar paraprakisht janë 65 dhe refuzuar për mos plotësim të kriterit kryesor që është struktura akomoduese, janë refuzuar pjesa tjetër. Projekte që janë hartuar më parë ende presin miratim dhe kjo situatë po ndikon drejt për drejt në braktisjen e Pukës nga banorët dhe turistët. U shpreh kështu zëvendëskryetari i Bashkisë së Pukës, Ferit Ringaj me tone kritike. Puka realisht ne jemi për nga pikpamja e mbështetjes me financime nga qeveria, sa i përket projekteve të ndryshme që janë lidhur ngushtësisht me infrastrukturën, thuajse janë zero. Po bën 2 vite që absolutisht nuk kemi as investim, as në akse rrugore, as në çështje tjera, as infrastrukturë tjetër që i takon energjia, po shërbime tjera të ujësjellëse të tjera më radhë. Mungesa e energjisë elektrike nuk mbeti jashtë vëmendjes. Zonat malore me vlera të jashtëzakonshme turistike si Thethi, Tamara, Lopusha vijojnë të kenë vështirësi në furnizim të qëndrueshëm me energji, duke vënë në pikë pyetje zhvillimin e turizmit në këto zona.